PD ka një kontrat lobimi me SBA-n. Që keni fituar për këti lobimi dhe që prisni më tej? I goxhat shtrenjtë si kontrat lobimi. Partia Demokratike ka rivendos marrëdhëniet edhe me SBA-n dhe me BE-n. Çfarë kanë prodhuar deri tani? Që ka një hapje ndaj Partisë Demokratike, ka kontaktet janë më të shpejtështa, po ka dhe një ndryshim shumë të madh të qasjes. Për shembull, përveç rezolutave që i kam përmendur deri në fundit, që kam qenë emisionin tonë, që ato rezoluta mbajnë edhe firmën e Partisë Republikane në Amerikë. Kështu që pjesën e lobimi që atje është i lishëm, edhe këtu njët nuk ka asgjë të jashtëligjshme aty, e kanë dhënë deri diku impaktin e vet, por ju shikoni edhe një ndryshim. Sa muaj kemi ylli pa parë një fotografi të ambasadës amerikane me qeverinë aktuale. U bën muaj, nuk flet njëri për këtë. Ska. Shkoi Edi Rama në Amerikë, as një takim, as me nivelin më të ulët të Departamentit Shtetit nuk pati më. Foli në dasmën e Sorosit, po, por në Departamentin e Shtetit ka 0 kontakte. Pra që ka një ndryshim të marrëdhënieve, qoftë me PD-n, qoftë me PS-n ka. Edi Rama nuk ka thonë ju dhe ky me pagimin, po unë kam frikë se Edi Rama mos kam shumë, se ka zgjedhur këtë... Edi Rama ka para. Një sekundë. Ka zgjedhur këtë mënyrën që ka presidenti që ka ardhur preç. Ka ardhur një president tjetër në Amerikë, i cili shikon punë shumë këto punë të paras. Për shembull, Lendri do vi këtu, po ka ardhur Lendri më përpara se të vit Trumpi, ti kuptoj që Edi Rama nuk është ai që është ai që sa që mendoni ju. Se La Civita... Si e mendojmë ne? Po, nuk është mirë, ju e mendoni që La Civita mund t'jetë mirënsishëm se Lendri Trumpit. Nuk është e vërtet. Pra, ndoshta... Forcën korruptuese të Edi Ramës e kemi jetuar. Nuk është se nuk e mendojmë edhe po fillojmë ta amencojmë. Ja, unë nuk kem ai të korruptoj presidentin e Shtetit Bashkuar. Forcën korruptuese e kemi parë dhe e kemi jetuar dhe kemi peshë mbi supet që të gjithë. Nuk është se... Se ja, për shembull, në qoftë se ju quani përfitime këto, për shembull, Agim Nesho kishte bërë një shkrim në Fox News. Tani, kur e quante Edi Rama Ramaduro, pra si Maduro i Venezuelës, PD trajtoi si fitore të madhe duke nisur nga vetë Sali Berisha. Në qoftë se quani fitore të madhe këto, për shembull, pse? Në mendimin e ambasadorit ne e dim të gjithë pak a shumë. Ky është në këtë mënyrë flet. Ajo është një shkrim e dyja. Po ta lexojmë në Fox News ne, se në Amerikë nuk bën përshtypje. Po ta lexojmë ne shqiptarët në Fox News na bën përshtypje më të madhe, ne e dim. Ambasadori ka këtë qendrim. Në qoftë se ju mendoni që këto para jepen që të botojnë këto në Fox News e kështu, me shkot pastaj ju mund të prap, ju mund dhe në Amerikë. Po nuk të boton njëri ashtu kot tani, ti e di shumë mirë që edhe shkrimet kanë... Me shkrimet paguara kot? Jo, nuk. Po pëse s'ka fuqi Edi Rama që të bëj... Që s'ka bere? Për lavdrimin e Shqipërisë? Nuk ka... Jo. Së është pagesa. Për nuk është pra vetë lavdrimin e Shqipërisë a je ka bërë Edi Rama me pagesa sa të duhesh? Kjo është prapa ajo përpjekja për të relativizuar gjërat. Nuk relativizohet, edhe ai shkrim nuk ka dalë kot në Fox News, të tjeshtë janë paguar para. Unë që kam jetuar... Po të mos këtë gjërat të brënda. Unë që kam jetuar 35 dhe bashkautorja të shkrimi... Jam shumë i qartë nuk edhe preqi, e di që nuk relativizojmë këto. Ne që kemi jetuar gjatë këtu, e dim që nuk relativizojmë dot. Ylli, në qoftë se nuk bëndajmë, ata nuk të botojnë fare. Pra, në qoftë se ti nuk ke një fakt dhe nuk përbën lajmë, ata nuk të botojnë fare se ti gazetarë e di shumë mirë se sa unë. Edhe ty mund të të vi kush doj. Shkimet me pagesë, zonja Zhulali janë gjithmonë, nuk kanë përgjithësi qëndrimi editorial. Edhe ne, për shembull, kemi shkrime promocional. Që na sjellin, dhe janë drejt pagesë. Tani, po çështjen me Gonigëll e blem neve që por i hapet në Amerikë, se ti relativizon gjërat në Amerikë kanë ndryshuar, sepse kanë ndryshuar... Nuk mund të bëhem tani, jo, unë nuk mund të gënjej veten me karamele. Qeverisja në Shtëpinë e Bardhë e para, aty ka humbur ndikimi Soros e dyta, dhe e treta, Edi Rama në Amerikë është një njeri me një njollë të madhe me çështjen e Charles McGonigal, e cila por i hapet, dhe emri i tij është aty ende. E fundit për analistët. Zoti Tela, a bën mirë Partia Demokratike që e mbështet, që e pret shpëtimin nga SBA-ja? Partia Demokratike
Në të njëjtën pozitë ndodhet si në raport me SBA-n, si raport me BE-n. Pra kërkon ndihmë nga jashtë për atë që e ka të pamundur të ndryshojë brenda. Sado interesant tjetë dhe të regjës tjetë shkrimi në Fox News, ai krijon shqetësime në Shqipëri, krijon shqetësime ndoshta te Edi Rama, përderisa media pranë tij filluan të sqaronin sepse ky shkrimi nuk duhej lexuar ashtu siç ishte shkruar. Por në fund të ditës, sado që të përpiqemi me ndihmën e SBA-s, të Fox News-it, të BE-s, votimet bëhen në Shqipëri, zgjedhjet bëhen në Shqipëri. Dhe në gjithë këtë periudhë, mbështetja aq më tepër në momentin siç ndodhet bota, vëmendja në Shqipërisë është e fundit pas shumë kapitujve të tjerë më të rëndësishëm që ka bota. Kështu që përpjekjet e opozitës për te denoncimit të fakteve dhe lobimeve duhet jenë këtu brenda, sepse ne këtë bisedë e bëjmë çdo vit para zgjedhjeve, gjithmonë është i njëjti leitmotiv që ushqen studiot. Tani mbrapa çdo bëhet. Pra nëse ne themi që PD-ja duhet zbatojë statutin dhe doktori duhet largohet nga drejtimi i PD-s, askush ka ne nuk e mendon se do ketë një grup brenda PD-s i cili do ngrihet dhe do i kërkojë doktorit të zbatojë statutin sepse do i thotë lexojë statutin siç shkruhet. Ne kemi parë çfarë ka ndodhur 3 vitet e fundit, 4 vitet e fundit në PD. Një pjesë atyre që pretendohet se mund ta bëjnë këtë kërkesë, ishin nga ana tjetër, e kishin shumë të thjeshtë ta luftonin doktorin, nuk e mundën dot dhe shkonin u bashkuan. Kështu që pretendimet tona për të ndryshuar PD-ja brenda saj janë të tepërta dhe të vakta. Ambasadori më shkruan që shkrimi nuk është me pagesë, ai ishte një opinion. Unë nuk e thash me pagesë, thash përgjithësi që ka ambasador shkrime me pagesë në gjithë median e botës. Për kundërshtonja zhurlarin duke i thënë që ndodh kjo, rëndom, me pagesë për zhvillimin e turizmit në Shqipëri, po themi apo tjera. Rasti juaj është një opinion dhe sigurisht nuk është me pagesë, është një shkrim. Bashkëautorësi. Po pra, po një gazetë... Por nuk, se citohem, më kërkoj të citoj dhe unë po e citoj dhe realisht është kështu, nuk kemi... Shkrimi të thash, për realisht shkaktoj shqetësim këtu. Ati mund të... Shiko, mund edhe në ata Edi Rama... Ne dim opinionin ne këtu, e dim opinionin e ambasadorit. Ne dim, nuk ka nevoj shumë për të ditur ne. Çështja është asgjon mendim atje dhe e kam fjalën në përgjithësi të efikasiteti e opozitës për t'i kërkuar gjërat jashtë. Ne këtu e dim raportin e Audirit, edhe raportin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, i dim në to. Po kur ata i përvetësojnë, ata ne themi që arritëm diçka, që ata sensibilizohen. Pra, në momentin që Fox News-i publikon atë, me një përgjegjësi media që publikon. Se s'është reklam dhe merr përlegjet, është marrje përgjegjësie. Në media duke marrë atë përgjegjësi, ndikon në opinionin publik të Shtetit Bashkuar.